Lexo. Leutrimi e kishte zemrën të lidhur për xhamin më fort se çdo gjë tjetër. Çdo ditë, 5 herë, i përgjigjej zërit të ezanit me një përkushtim që binte në sy. Qëndronte deri në fund të lutjeve, i heshtur, me sytë e mbyllur dhe ballin përkulur si për të ndjerë afërsi me Zotin. Në fillimet e tij, udhëtimi shpirtëror, ai reflektonte qetësi, dashamirësi dhe moral të lartë. Por muajt kalonin dhe leutrimi po ndryshonte. Ngadalë, si një stuhi që vjen pa e ndjerë, butësia e tij nisi të zbehej. Miqtë e vjetër nuk e njihnin më. Nga një djalë i matur dhe i sjellshëm, ishte kthyer në dikë të ashpër, të nervozuar dhe të mbyllur në vete. Çdo fjalë e tij tingëllonte si një thik, çdo shikim si një çortim. Edhe hoxha i xhamisë, që e shite çdo ditë, e kishte vërejtur këtë transformim. Madje një ditë, baba i leutrimit e kishte ndalur me dhimbje në zë. Djali im nuk është më ai që ishte. Pas një vakti, hoxha e ftoi leutrimin për një kafe. Ej, a pinim nga një kafe? I tha me një buzëqeshje të ngrohtë. Leutrimi, edhe pse duke i hutuar, pranoi. Ishte ndoshta një pjesë brenda tij që donte të dëgjohej. Në verandën e vogël, ku era ledhatonte gjethet e blinit dhe aroma e kafes përhapej si kujtimi një kohe më të butë, hoxha nisi me kujdes. Leutrim, ditëve të fundit kam vërejtur një ndryshim tek ti. A ka diçka që të mundon? A mund të të ndihmoj? Leutrimi nuk foli me njëherë. Fytyra e tij mori një shprehje të ftohtë. Jo, jam në rregull, u përgjigj shkurt. Hoxha e pa me dëmshuri. Dhe pasi heshti pak, vazhdoi. A mund të të bëj një pyetje? Leutrimi dha një shenjë të heshtur, si për të thënë pyet. Cili është libri i fundit që ke lexuar dhe kur? Leutrimi ngriti vetullat, pastaj i uli syt. Se mbaj mend, tha si për të shmangur bisedën. Hoxha e kuptoi menjëherë. Leutrimi kishte rënë në kurthin e zakonshëm të shumë të rinjve. Ishte ndalur së lexuari, por kishte nisur të predikoj me bindje sikur të dinte të vërtetën e fundit. E di që shpallja e parë që zbriti nga qielli ishte një urdhër, jo për të falur, por për të lexuar. Lexo në emër të Zotit tënd, tha hoxha, me një zë që zinte rrënjë zemër. Ne jemi të paplot pa leximin. Besimtari i vërtet nuk është ai që vetëm falet, por ai që mendon, që mëson, që di. Mua më mjafton të falem, të lutem. Kjo ka rëndësi për mua, kundërshtoi leutrimi. Por feja nuk është vetëm lutje, sepse kur devotshmëria kalon diturin, ajo bëhet fanatizëm, radikalizëm, e nga ai rrjedh urrejtja, jo paqja. Zoti i parapriu urdhri për dije, pastaj për besim. Kur i këmbejmë vendet, pasojat janë shkatruese. Leutrimi uli syt. Një gri mendimi i zgjoi diçka brenda vetës. Leutrim, nëse bie në një mëkat për shkak të padijes, ndërkohë që ke pasur mundësinë të lexosh, por nuk e ke bërë, a nuk është kjo përgjegjësi para Zotit? Feja nuk është për të na egërsuar, është për të na zbutur. A e di çfarë thot profeti Muhammed për moralin? Leutrimi ngriti supet si për të thënë jo. Më i miri prej jush në ditën e gjykimit do t'jetë ai që ka moralin më të mirë, jo ai që bën të tjerët të ndihen keq, jo ai që flet me egërsi, por ai që është i butë, i dashur, që mbjell paqe. Atëherë, nuk mjafton vetëm që unë të falem? Pyeti leutrimi me një zë që nuk ishte më sfidues, por i ndjeshëm. Jo, nuk mjafton.
Lutja është mjet, jo qëllim. Zoti thot, namazi të ndalon nga të këqijat. E nëse ne falemi, por jemi të ashpër, të padrejt, diçka nuk është në rregull me namazin tonë. Lutja duhet të ndryshoj sjelljen tonë. Jo ta shfaqim si mask. Leutrimi e ndjeu një boshllok brenda vetes, si një dritë që nisi të lëkundej në fund të një tuneli të errët. Vëlla Leutrim, Zoti na do kur jemi të butë dhe të mëshirshëm, ashtu siç i tha profetit, si kur ti të mos ishe i butë, ata do të largoheshin prej teje. A nuk na flet edhe neve kjo fjalë? Hoxha i vendosi dorën mbi sut. Një gest i thjesht, por i ngrohtë. Leutrimi ndjeu se kjo përpjekje i kishte dhënë pesh fjalëve. Më premto se do të fillosh të lexosh. Pas një çasti heshtjeje, Leutrimi ngriti kokën. Syt nuk ishin më të ftohtë, por të mbushur me një dritë që nuk ishte aty më parë. Një dritë pendimi dhe shpresje. Të premtoj i dashur Hoxh, do të filloj të lexoj për Zotin tim. Hoxha buzëqeshi me përullësi dhe ja shtrëngoi supin me fort. Allahu ta bëvë zemrën dritë. E dije se çdo hat drejt dijes është hat drejt tij. Në çdo faqe që lexon me sinqeritet, Zoti të hap një derë, e në çdo dituri që e merr për hir të tij, të shkruhen shumë të mira. Leutrimi uli kokën, syt ju mbushën me lot. Ai nuk e kishte kuptuar se ishte nisur drejt fesë, por e kishte humbur drejtimin. Kishte harruar se feja nuk është barrikad, por rrugë drite. Nuk është zë i ngritur, por zemër e ulur. Po sikur të kem gabuar shumë, pyeti ai me zë të mekur. Zoti nuk pyet sa ke gabuar, i tha Hoxha but, por ai e kthyer tek ai. Ai është mëshirues, që i fal edhe ata që ja kanë kthyer shpinën, nëse vetëm pendohen me zemër. Në atë moment, si një shenë e padukshme nga qielli, një puhiz e lehtë kaloi mbi ta. Gjethet e blinit ciceronin lehtë, si tua përshpërisnin fjalët që sapo ishin thënë. Leutrimi fshiu lotët dhe hodhi syt nga qielli. O, Zot, më fal, dhe më bëj për atyre që lexojnë, kuptojnë dhe jetojnë fjalën tënde. Në atë çast, Hoxha ndjeu se një shpirt i ri por i lindte. Dhe ai shpresoi se ky djalosh, dikur i humbur në skajet e ashpërsisë, po e gjente udhën e butësisë, të dijes dhe të dashurisë për Zotin. Sepse rruga për tek Zoti fillon me një fjalë, lexo, por përfundon me një shpirt që ndryshon për së mbari.